Ndjehesh i pavlerë? Dëgjoj këtë sepse është për ty. Ti nuk je rastësi. Absolutisht jo. Ty të ka krijuar Zoti me një qëllim. Prandaj sot unë shpall për ty dhe mbi jetën tënde që identiteti në Krishtin po demonstrohet dhe do të demonstrohet çdo ditë e më shumë. Sepse është shkruar, unë të kam thirrur me emër, thot Zoti. Ti je imi. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit, identiteti në Zotin Jezus do të rritet në ty. Gjithçka ku ti shkon, do të demonstrohet që Zoti është me ty. Dhe asnjë frymë pasigurie më nuk do të ketë sukses, sepse sytë e tu shpirtëror do të hapen dhe ti do të kuptosh kush je në Zotin. Dhe frika që ti kishe frikë, do të ketë frikë prej teje.